jetën jenë të paratum, nuk e nin vetën komat, edhe vjen aty mbrëmje, më shef, madh respekt, shoh në fytyn të ofendon. Sonë një vetën e di kush jam. Edhe nëse unë jam në TikTok, unë e di pse jam aty. Edhe kështu që nuk besoj që dikush më marrë aty me më korrigju më pse më jam. Zakonisht që më habit shumë edhe që më shtin për me kesh, është ku vinë njerëz të pse ke hap TikTok? Ai vetëm TikTok. Le ço vet. Po është me nonë, me grua, me migje, me djalë migjes, e vjen para gjë komu si individ. Ose nëse unë bëj një video në vendet në të qytetet të Kosovës, unë po për shembull Pejë, Gjakovi, Stok, Bushtre, këtë vend të Kosovës. Unë edhe kam ekspozuar edhe vendin tam, do vendet që pranon në Kosovë, shqiptarë të Kosovës, më kanë vetë për të vendin në Kosovë ku që vend, nuk e dishin kusht. Çfarë që para gjë nuk e dishin kusht. Edhe po du me thonë që unë kam dhënë në çdo qytet Kosovës, kam dhënë një mesazh. Se përkundër bllokimeve, pengesa dhe barrikada në jetë, ecëm se na do kur jetë mos e dorëzon. Ata që më kanë paraqyku, nuk është që më kanë shqetësu, asen përkundrazi vetëm kanë bë ma produktiv, që më thonë ashtu më kanë korrigju ma shumë, edhe po kjo mos më kanë dalë, unë kam arritë dhe kam realizuar të çdo. Tani ku më bë viral, tani këtë më kanë kontaktuar vet. Jo një herë pa me 10 herë. Ka kontaktuar edhe në Shqipëri shumë herë pas më shkuar në Shqipëri se lagës më ka përshtat. Edhe pse në Shqipëri kam dhënë intervistë, po unë jam mirënjohës, gjithë ata që më kanë thënë intervista, gjithë i falenderoj, jam shumë mirënjohës. Nuk do të thotë edhe pse më kanë refuzuar tash mos jem mos mirënjohës, absolutisht jam shumë mirënjohës. Edhe i falenderoj edhe ata komentuesit që më kanë shpreh komente negative. Ndodh rast shumë kur postoj një video që është pak më prekse, që më të vërtet i referohet realitetit tam që ka ndodhur në burg. Ka ndodhur raste ku mor deri 3000 mesazhe në ditë. Zakonisht për njerëz të pjekën, njerëz familjarë. Edhe kjo më ka dhënë një ndjesi që akoma jam i vyshëm për dikon, edhe akoma jam një person që njerëzit janë të gatshëm të besojnë për krah, edhe mu solidarizohen me mua, edhe çka kum vret, dukshëm që në të nën shoqëni akoma ekziston empatia. Domethënë që i kuptojnë dhe ndjejnë emocionet dikujt tjetrit. Sa ndikojnë të këte mesazhet negative, duke marrë parasysh se ka njëherë në TikTok të shoh live kur të futesh, ndodh nga njëherë që nuk je dhe mirë emocionalisht, ato mesazhet të këqija nuk të bojnë mu një mirë, ndoshta vetëm duhet mi kalu mos mi lexu fare për shkak se mos më jep vëmendje. TikToki si platformë ka dhe atë mundësi mja bo edhe mute edhe blok. Për ato qëllimisht të lan, edhe ato komente negative i marrë me sportivitet. Ka njëherë ma shumë e marrë energjinë edhe përgjithësinë mi kthy aty në negativa se ta pozitiva. Se ta pozitiva ta po të ratojmë njëherë. Shprejnë lavdata, shprejnë respekt, mirë kuptim. Aty në negativa ka herë du mi demasku, mi ka dhu stop o budol. Se do ko budollave që mund identifiku. Zë më thonë tash ti pse si në shlime i meqim. Po dëmë me dokumente që i bëndë njerëz me të vërtetin budoll. Që vjen keq për thëmë. Po, ka herë duhet mi ka dhu njerëzë se dhundi me shoh. Po nuk e përdorit shamën, nuk është një armë që të ka zënë edukat, kulturë, ose guxim, ose burni, ajo është dobësi e shamja, po ka njëherë njerëzit duhet mi kundërpërgjigj. Mi thonë stop se ai i vetëdijshëm, ai i përgjegjshëm për faturën. Kështu që komente negative me një fjalë, me përmbyll, i marr me sportivitet. Pse? Gjithë janë fake. Me më shkru në emën mbi emën, që thej ka i Bek Berishën e që i duket vetja burë, kavaleri zoti, e shkoj të shtëpia, thëmë hajde për burja të motëm në të herë në vagje sa peshojmë, edhe të në shkrujem më petë. Kështu që nuk ka asnjë njerëz, mu nuk më shqetëson nëse dikush më kritikon edhe më korrigjon. Unë për ato jam shumë mirënjohës nëse dikush më korrigjon edhe më kritikon. Se kritika e avancon njerin, e përmirëson. Po disa që shajnë pa lidhje që thonë do të më kthy atje, do të më kthy këto, nuk di as çka thonë ata. Ibrahim, ju edhe dy shokët tu keni qenë 13 vite në burg, që një akuzu për vrasje. Pse vendose pikrisht ti edhe akoma nuk jeni dorëzu përmes TikTokut, përmes paraqitjeve tua për emisionet të ndryshme, asnjëherë nuk dorëzohesh. Dy shokët e tu nuk kanë dalë asnjëherë ndonjë intervistë? Ne jemi veti tretë jam, edhe dy personat jemi të akuzuar për një vepër penale vrasje. Unë besoj që edhe ata dy janë të pafajshëm. Besoj që në këtë aspekt, sikur edhe ata të bashkan gjitën si live, si çdo emision, më të fuqishëm kështu që.
përgjithësia është subjektive. Kur e them subjektive nënkupton se secili ka përgjithësi për vetveten. Nuk e di pse ata nuk kanë qenë të gatshëm, bekimi më ka përkrahur dhe më ka mbështet, kurse Haliti asnjëherë nuk e di pse s'e ka bëu këto. Edhe pse të paktën nuk është i gatshëm i kontribu drejtësisë. Edhe pse nuk e mundon pa drejtësia, po thash edhe një herë, secili ka ndërgjegjen e vet. Edhe kështu që më në fjalë ja lëmi kohës. Unë asnjë s'kom hesht, s'kom ndërzu, as nuk dorëzohem derisa të zbardhet e vërteta, derisa të nxjerrët drejtësia pa. Ibrahim, kur jemi këtu te TikToku, ti me të vërtet je super viral në TikTok, gjithmonë duke tregu rrëfimen e jetës suaj, domethënë një rrëfim shumë real, pastaj edhe ke shumë video kreative, domethënë me sport. Unë besoj që të gjithë ata që na shohin ja vlen me ta bu follow, sepse nuk është një TikTok që ndoshta tregon diçka fake. Gjithçka je real në TikTok, si me rrëfim, gjithashtu dhe me vizita ndryshme në qytete ndryshme. Me qenë se ke një shikueshmëri të madhe, sot përkrah rrethi, shoqënia, familjarët në TikTok, me qenë se e the edhe më herët që te ne është ai personi në fjalë ka vet TikTok edhe the pse ke hap TikTok. Se përket platformës TikTokit, më ka dhënë mundësinë që unë me plasu që është dhe me drejtësisë në për mediumet tjera. TikTok më ka dhënë mundësinë. Nëse diku i shkon falënderimi, i shkon TikTokit. Sa më ka dhënë mundësinë. Sonë 6 muaj rregullisht i kam shkruar media s'm kanë thirrë. E para. E dyta, TikTok më ka mundësuar që me njoft njerëzit, jo si Ibrahim, po si një histori trisht dhe një padrejtësi ndaj meje që është moshën 21 vjeçare. Domthonë TikTok më ka mundësuar që me njoft njerëzit, edhe njerëzit, ata që më kanë njoft, edhe ata që më njohin, ka shumë prej tyre që kanë shpreh ndjeshmëri, kanë shpreh dhimbje, edhe më kanë shkruar, më kanë thirrë për vende ndryshme të Kosovës, edhe jashtë Kosovës, të Anglisë, të Gjermanisë, të Francës, deri të Amerikës, ka pas njerëz shqiptar, kuptohet, që më kanë shkruar privat, kanë shpreh keqare dhe kanë shpreh gatishmëri edhe më përkrah kështu, edhe moralisht, edhe financiarisht. Edhe kjo më ka bërë një mirë, se kur kini përkraje, kur kini mbështetje, kjo veç të shtyn, të motivon edhe të nxit me punu edhe ma shumë. Ajo që the se përket rrethit që neve na rrethojnë, fatkeqësisht ka shumë njerëz që më kanë hequr edhe followin. Shumë. Më i me thonë 95% njerëzit që më rrethojnë më kanë hequr followin. Jo për ndonjë arsye që nuk kam bërë diçka të keqe, po thjesht për shkak të atij moshë që kam kriju në TikTok, se të na njerëz në zileqar. Gjithmonë i prek ajo që diçka ki boti, ata se kanë bën. Edhe ashtu ka shumë njerëz tof, trethet të kom, jo të familjes, kështu po trethet, që kena zakon ndoja nipit të zoki kushurini ata kësi, që më kanë hek followin ose nuk i kanë follow hiç. Edhe kjo është më shumë për një mendoj që më shumë e bën çështje ignorancë, që se nuk e një apo sa përkrahjes du. E nëse me fitu drejtësinë, e di që qëta njerëz kanë më thirrë, kanë më shku me thonë bravo, të lumtë, na të kemë përcjell, unë drejtësinë kam me fitu edhe me këta, edhe pa ata, po besoj që këta njerëz nëse nuk kanë drejt. Nëse unë kam bërë 16 vite, edhe këta njerëz nuk më kanë suportu, nuk më kanë përkrah moralisht, me një fjalë të mirë, me një jetë të mirë, pozitiv, nuk besoj që këta njerëz një ditë në të ardhmen kanë drejt me më thonë mu bravo, ose urime për fitoren drejtësisë, ose të përgëzoj, ose e kemi ditë që je si. Sepse këta s'm kanë përkrah për 16 vite. E kam fjalën për njerëz jo të familjes, por jashtë familjes, trethet që mbrojtojnë. Edhe me të vërtetë është shumë interesant, se gjithmonë je pret një përkrahje për njerëzit që të rrethojnë, 95% për ty nuk i kam as follow. Edhe ata që kam post, një ditë më kanë heq followin. Jo që më ka shqetësuar pjesë, ata janë individa, njerëz. Pa, i ke pas edhe ti follow, se ndoshta ata të kanë bërë follow, ti nuk javë ke kthy edhe pastaj e kanë. Unë kam jo, ndëgjoj dhe kjo shpesh. Me qenë se ke shumë djegsa dhe ndoshta edhe ajo është ofendim, se më ka ndodhur edhe mua kur ja bëj follow diku edhe nuk ma ka kthy atë. Po, është vërtet kjo është eksakt, unë pranoj, nuk është tip që se pranoj, po unë kam një numër shumë të reduktuar të follower,
Jo për shkak mendjemadhësisë ose për shkak imazhit, absolutisht që jo, se nuk se këtë njerëz të mirë jam, po për shkak statusit që kam për drejtësi, nuk e kam pas arsysh me egzageru më shumë ndjeksa. Se nuk kam gjithmonë TikTok e faqja e më konë vetëm me shpreh pakënaqësinë time ndaj sistemin drejtësisë, rrëfimi jam ka dedikuar gjithmonë historisë trisht për rastin tim. Edhe tash më përkrajnë 22.000 vetë. Edhe në mesin 22.000 vetën po dalin që ta burrat të mirë, njerëz të mirë që ma i kanë followin na. Që ma hek dikush i Prishtinës, i Voshtërës, i Gilanit, i Frizajt, se më një në rregull është. E po më ta hek dikush që të një. Jo që ai mund me hap një shtyme një përkraje, po thjesht është një përshtypje jo e mirë, pse njerëzit të paktën as moralisht nuk përkrajnë, as me njëtin e mirë. E që kemë përkopon shumë të njerëz, ku i një tonë njerëz, ja jem njeri i mirë, jem burri i mirë, a ku të kështë qaj më i keq është. Bele ka thëmë, s'pas apo kur si një më të keq. Në më thonë që ose edhe kërkohet një like nga dikush, është si me qenë me pagesa. Jo, nuk kërkohet, like nuk du të kërkohet. As, kur nuk me i thëmë dikuj në bëma një like, ose nëse sonë sfite për TikTok. Unë kam telefon me vete, unë është me kësyr, se kam të rezistu ma sanë. Unë nuk kam mujtë me përfitu shumë për TikTok, është të vërtet, sonë ditash mundësit sa t'jep TikTok-i, viewsat, like-at e këtë di, po unë kam hap vetëm për rastin e drejtësisë. Po mungesa për krajes, për njerëzit që më kanë rrethu, nështë edhe ka dhe shokë e persona ndryshëm, a që në përshamë TikTok kam njerëz që jenë autoritet që më përkrajnë. Njerëz që kanë emën, njerëz që me thonë është ta janë edhe afarista, njerëz që i përkasin edhe botës showbizit, që janë dikushat, e të quhet ai filoni fistikit që se në gjek kush as ka tumë vetin, ma e këfullovin mu. Pa më ndosh. E kështu që, po du me thonë, nuk për njëre ata njerëz, po nëse dikush që rast që shumë, për ma një rastin tem konkret, rastin e Fatonit, si ku metën në burg me fatanariz, ka nejtë edhe burgosin tjerë. E di si kanë dalë disa persona, po nuk kom dalë, e kom përkrallë dhe kom bështet, edhe kom ngritë zoni kundër asaj padrejtësie që kanë dalë dhe tina. Edhe ato kom bo pa kur fa interesi, sa i sot nuk është, unë e kom bo për një të mirë edhe për hirtë Zotit. Pse kom pas shok të burgut, kom nejtë në burg me ta, e kom njoft me ta, edhe kom nisi obligim moral. Kështu që ndërgjegja eme nuk më ka liju që me hesht. Edhe kështu që jo pa ato për gjdo të burgosën nëse ai kërkon ndihmën teme me shpreh në çfarë do lloj mënyre ose çfarë do lloj përkraje që kërkon prej meje, nëse unë e kam mundësinë të mundshme e bëj patjetër. Edhe jam shumë mirënjohës që unë kam atë mundësinë dikuj më afron një përkraje edhe një mbështetje edhe morale. Jo pa ato për çdo të burgosën, edhe në vazhdimsi e ku ngrit zonë edhe për burgosën, se në kam kur fa interesi me burgosën, se ta jenë në burgun e mëniri, se më jetë kur gjë me ta, po thjesht e kom bërë si çështje humane, edhe një përgjithësi për shkak që unë një tretën e jetës e kom pasur në burg, edhe mendoj që është një falloj ndërgjegje dhe morale me përkrahje njerit dopt, se të fortin nuk keni më përkrahje, se të fortin e përkrahjen tonë. Edhe kështu që njerëz që janë në burg, normal që ku jenë në burg të gjithë mund një i dopt, si në mirëqenie dikujt tjetër, ata kanë nevojë për përkrahje dhe mbështetje, kështu që në mënyrë më të mirë të mundshme e kam bërë dhe e bëj edhe vazhdoj me bë. Nëse dikush më kërkon një ndihmë që unë më bë, nuk hezitoj. Kështu që kjo është arsye pse dosha më thonë për ata që s'm kanë përkrahur, që se di mu vjen keq për ata njerëz.